Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, një temë ku ndikimet dhe mundësitë që na jepen. Kemi hënën e plot, hënën e dytë të këtij viti për 2026 në muajin shkurt, ku ka vendimet dhe ndryshimet në një ndikim shumë të madh që do të thotë luanin përballë ujorit, pra në aksin luan ujor. Që do thotë ndryshime, do thotë mundësi, do thotë vazhdimsi. Por në fakt çfarë dhe si ndikohen shenjat, por dhe përfitimet që kanë bëjnë këto shenja. Në fakt më datën 1 shkurt, rreth orës 22:10, ku hëna e dytë e plot e vitit e njohur tradicionalisht si hëna e dëborës, ndriçon qiellin dhe na jep mundësinë, na jep rëndësinë, kohën për sa i përket asaj çka neve jemi. Është folur dhe stërfolur shumë kur kemi hënën e re, kur kemi hënën e plot. Mirë po, kjo hënë e plot është ndryshe nga hënët e tjera. Shtrohet pyetja, a jemi vërtet të lidhur me hënën? Kjo mund të duket si një absurditet astrologjik disave, por nëse marrin parasysh se edhe shkencëtarët kanë vërtetuar se hëna e plot ndikon në cilësinë dhe sasinë e gjumit tonë, atëherë mund të pranojmë se po, jemi lidhur me hënën edhe nëse nuk e kuptojmë. Dhe ky është padyshim një koncept nga kohrat e lashta, pasi energjia jonë është përshtatur disi dhe me energjinë e universit, sado abstrakte që mund të tigullojë kjo. Sidomos duke pasur parasysh që hëna ndikon në emocionet tona dhe pasqyron veten tonë të vërtet. Kjo është një arsye pse do të ishte një ide e mirë të zbulonit dhe ku ndodhet hëna juaj në hartën tuaj personale astrologjike. Çdo fazë ndryshme në ciklit hënor është ideale për praktika të ndryshme çdo herë. Për shembull, hëna e re vepron si një mundësi ideale për manifestime dhe fillime të reja pune, lidhje, bisedime, çështje konkrete që kanë të bëjnë. Dhe në anën tjetër, çfarë duhet dhe nuk duhet të bëni me hënën e plot? Që të kuptojmë disi pak astrologji dhe të futemi pak në natyrën tonë dhe të mirat dhe përfitimet që kemi nga hëna e plot apo hëna e re dhe ndikimet që kanë të bëjnë në këtë aspekt. Sinkronizimi i vetes me ritmet e natyrës dhe në këtë rast në fazën e hënës mund të ndihmojë të përcaktojmë përparësitë dhe kujdesin për veten, të zhytemi në emocionet tona më të thella dhe të ndjehemi të frymëzuar nga krijues dhe të kuptojmë veten më thellë. Por çfarë nuk duhet të bëjmë me këtë hënë të plot? Ne kemi atë që duam dhe atë që themi. Mos kërkoni që të bëni fillime të reja kur kemi hënën e plot. E kemi thënë dhe themi gjithmonë këtë gjë. Kjo është një kohë ideale për të shliruar gjërat dhe energjitë, për të lejuar në situata të përfundojnë dhe të rikthehen në gjendjen e tyre të mëparshme, për të arritur një mbyllje shumë të nevojshme. Është një kohë kur fillimet e reja nuk luzojnë aq shumë, pasi ato që do të kemi vrullin mund të kërkojmë në kohën që ne duam. Në këtë periudhë neve çfarë bëjmë? Mbyllim çështjet e së shkuarës, kur e them gjithmonë. Mund të jesh mjaft ndikues gjatë hënës plot, duke parë më nga afër zakonet e njerëzve, taktikat, besimin që duhet të heqësh dorë për të arritur në nivele më të larta dhe për të dëshiruar. Por sa më të sinqert të jesh me veten, aq më mirë do shkojnë të gjithë nga ky çlirim i dëshiruar, dashuruar dhe ndikimet të mëdha në këtë hënë të plot. Ndikimet që kanë të bëjnë në raste konkret, për shembull, mos filloni diskutime të nxehta, debate të rëndësishme, të rëndësishme ose pa rëndësi ka debate nuk duhet të bëjmë, sepse na prish disa ekuilibra që neve mezi i kemi ndërtuar. Mosmarrveshjet kanë shumë tepër jasa të ndodhin gjatë ditëve të ndikuara nga hëna e plot. Kështu që është mirë që të shmangim diskutimet e nxehta që mund të shpërqendrohen lehtësisht për shkak të energjisë së ditëve. Juve më keni dëgjuar në televizione, më keni dëgjuar në ekrane që kur kemi hënën e plot ose hënën e re është 3 ditë plus minus. Pra 3 ditë para. Në datën 1 të orës 22 në darke dhe të ndikimit të dielës dhe të hënës pastaj të datës 2, ka ndikimin e vet pastaj që mund të shkojnë 3 ditë, mund kemi mundësinë për të zgjidhur çështjet. Mendoj si një mbrojtje e vërtet